unë e me duvë. Si të janë si duvës, mja thonë, unë e në basë duvës më në evri, me durë, me gishta evri ku e ka, e që shë ka. E thunë një duvë, do me thonë? Po, duvën e thamë, po. Kjo e nxesh një zgjatë mas shumë se, 15 minuta 20, mas shumë nuk zgjatë. A ju besojnë shqiptarët përveç mjekve kështu adekuat, kisha me thonë, edhe mjekësisë popullore, për shkak që ka shumë që thonë, ka avancime të mëdha të teknologjisë, edhe mjekësia popullore nuk është që është e bazuar në këto zhvillime teknologjike. A ka kështu pengesa apo ju besojnë? Ju besojnë, përpara se ju kanë besu. Tash po ju besojnë më shumë. Se mjekësia paka shumë po shumë e ka lëshu. Unë ta kalzova rastin e djallit, që i ka ndodhë. Kur artu, për marak, di ka pas sukses. Aty pa nevojet, se ka djalli për kamën gips. E tash ma shumë ju besojnë mjekë popullore. Se me loj smundje, njëri ka nevoj mytë të dhanë pare, anë e kënej kur gja heq, edhe për atë arsye mjekë popullore ju besojnë ma shumë tash. Mungesa e diplomës apo certifikime për ardianën ishte pritur me paragjykime. Po, se une kur e kom gjesh një person, tasht aj personi ka pas sukses. Tasht aj kur ka marrë vesh për tjetër kanë, shko të ardiana. Se ajam, unë që të rast e kom pas, edhe jam shku tasht që, shumë mirë. Tasht, di shkanë dur mas dur, që më thonë, tasht fjallë mas fjallë. Shkanë kjo, tasht e shëraj këta, kjo shkanë tjetër konë. Thot, jo shko se ishtë filan venin, shtime ishtë mjekë popullore edhe shëran. Aj person vjen qëtë edhe vjen. Tasht, qështu shkojnë hap mas hapit. Kuna, si ju këmë thonë, unë tash matë qëtë punë, du tjetër punë, qëtë profesion e kam, pa problem. Veç a je zoja, se kjo mirë është. Unë edhe ju ndihmoj njerëz dhe e shoh që nuk ka. Tham, hes të veç shirajo, se nuk ka puna parja. Parja shka ne vjen. Zotja i madh, që ati një mandë, kënej ta ban të mirën. E ka rase që i kum një mu. Edhe, adi si ku marë pare. Ska pa, se kum pa që ska, të na, shka, kështu e shiraj, ajke, unë edhe pëse s'ka pare e shëraj, po tjetërit vjen, zotit ta këthe me të mira, edhe ju një majsh, kur të shqip ju një majsh, ju më dhimën. Kur t'isha që nuk kanë, dishka. Interesante është edhe mënyra se si ajo pretendon që e bën shërimin e unazav, e gjithë kjo përmes një masazhi dhe këndimit të një duaje. Po, tashti unazat që janë të lakune, e të largune, unë i qasë në ven. Po që janë në mesh, shaz, asa i thoi, ato nuk i preki, pse se jetë e paralizune. Nuk më ato vetëm me mjekësi. A shka në të largune po. A ki fështimi da allu këto që në të largume, ose qysh a i ke mësu në basë përvojës, apo qysh të ka orë? Jo, unë e me duvë. Si të janë si duvës, mja thonë, unë e në basë duvës më në evri, me durë, me gishta evri ku e ka, e që shë ka. E thunë një duvë, do me thonë? Po, duvën e thamë, po. Kjo e nxesh një zgjatë mas shumë se 15 minuta 20, mas shumë nuk zgjatë. Edhe bushi korizur, është e mledhë, i thot mjeku e ki shumë të këthyne, a di mu të drejtu, e drejtaj. Po e ki shumë drejtu në dhaumin krata se ki ludhja se, do të me laku pak e lakaj. Ikja e këthizës është që pëzo kop dishka së në qanë, statë buka, kur gja, ki lodhje, ki dhimbje në bark, edhe ato e shëraj. Edhe për kynën. Rëzot një thmi e rëtlan kamën apo dorën, edhe ato e shëraj.